Mirëmëngjes nderuar teleshikues, jemi në kohë për të zgjuar këtu në News 24. Sot është ditë e njëjtë, data shënon 21 maj 2026, është dita e 141 nga 365 tilla. Dielli sot ka lindur në orën 5:17 minuta, ndërkohë që do të perëndojë në orën 19:58 minuta. Ne do ta nisim si zakonisht me shtypin e ditës për të vijuar më pas në pjesën e dytë me telefonatat. Në pjesën e tretë do të jemi me mjekun internist gastroenterolog Gerald Kola dhe në pjesën e katërt më pas me motin dhe trafikun. Por fillimisht, si zakonisht, e nisim me shtypin e ditës me gazetën Panorama. Rregulloria e kuvendit, kompromisi i ri për ndryshimet, lëshimet e PS-s dhe çfarë fitoi Partia Demokratike. Drafti i përbashkët, PS dhe PD arritën dje një marrëveshje zyrtare për ndryshimet në rregulloren e kuvendit. Mësohet se relatorit e të dyja palëve përmbyllën draftin e përbashkët, i cili miratohet sot në mbledhjen e Këshillit për rregulloren. Ky kompromis sjell lëshime të rëndësishme nga dyja palët, ku Partia Socialiste tërhiqet nga disa propozime kyçe që prekin kohën e debateve dhe raportimet e institucioneve, ndërsa u pranuan disa nga kërkesat e opozitës për forcimin e kontrollit parlamentar. Faqen 5, materiali i plot. Kryeartikulli i Panoramës, krimi dhe korrupsioni në Shënjestër, kandidati Trump për ambasador në Shqipëri, flet para Senatit, Eric Wendt vlerëson SPAK dhe premton mbështetje. 4 prioritetet për Shqipërinë, Wendt, SPAK, institucion jo politik, i pavarur dhe i suksesshëm. Në faqen 3 gjeni gjithë deklarimet e kandidatit për ambasador në Shqipëri, Eric Wendt. Titujt të tjerë: Konferenca për drejtësinë Koçollari, Luarasi, qendër e rëndësishme akademike e standardeve europiane. Konferenca Drejtësia mes traditës dhe modernitetit, bashkoj akademik e ekspert. Në faqen 5. Deklarata Tërmet Peçi 2 orë në SPAK, çfarë dëshmoi? Në faqen 7. Për ndjekurit lista me 4.000 trashëgimtarët që marrin dëmshpërblimin. Faqen 22. Letra, dashuria është gravitet, kur Mirush Kabashi foli me zërin e Einsteinit. Faqet 14 dhe 15. Gradskat për Shanton dhe Vojo Kushin, çfarë dinte Naxhie Dume për vrasjen e Qemal Stafës, dëshmit për enigmat e luftës. Nga Sejdo Harka në faqet 16 dhe 17. Shohim dhe hapësirën opinion, Kina dhe roli i saj gjeopolitik në epokën e rivalitetit global. Nga Luan Rama. Dr. Jorgji Kote sjell negociatat nga Ibar te Koela në Koreper. Ky ishte opinioni i fundit, njëkohësisht dhe titulli i fundit nga Gazeta Panorama për ditën e sotme. Gazetën më të madhe shqiptare e gjeni në çdo pikëshitje të gazetave në vend. Ndërkohë do të vijmë tani me një tjetër gazetë përditshme, është Radha e Telegraf, shohim titujt kryesor të saj për këtë të njëjtë. Po jetojmë izolimin, pasigurinë dhe tjetërsimin, ndaj të ngrihemi t'i japim njeriut dinjitet dhe personalitet. Speciale Gzim Tushi, mjeshtër i madh, situatat sociale me korrupsionin galopant, krimin, emigrimin e rinis apo pasigurinë për shëndetin, po bëhen gjithnjë më të vështira për t'u përballur nga njeriu individualisht. Ndaj të ngrihemi në këmbë kundër zgjerimit të situatës së demoralizimit social, e cila po sjell një gjendje mendore të dobësuar deri në vetvrasje. Të lëmë mënjan pacientin dhe të kthehemi në shërbëtor të njeriut dhe fateve të kombit. Në faqen 4, materiali i plot. Profesor Nexhat Mustafa dhe Ajrush Miftari, dosier, ju tregoj vizitën e jashtëzakonshme të Ismail Kadares në Strug në nëntorin e pavarësisë 2002, si u rrethua nga qindra nxënës të cilët i kërkonin autograf në çanta, libra, bluza, fletore dhe bloqe, dëshira për rrjedhën e drinit dhe të fshehtat e natës në hotel, protesta e studentëve për gjuhën shqipe në Shkup, një amanet që nuk tretet kurrë. Faqet 14 dhe 15, materiali i plot.
Tituj të tjerë, Nako Petro, ish drejtori i UPTHNB-s, kryqëzimi ekonomik i Vlorës, ku turizmi real ka përballë LNG-n si rrezik i përsëritur i historisë së teceve lundruese. Pulla brenda PS-s, vllai i Gramozit dhe ortaku i ministrit marrin leje për 27 katësh, edhe djali i kryebashkiakut gostitet me kull 16 kate. Në faqen 10. Babzia e bankave BKT Insig, betej 15 vjeçare për vjedhjen e 1 milion eurove. Kompania e sigurimit nuk pranon të paguajë dëmshpërblimin. Ambasadori i ri amerikan, i propozuari i Trump për në Shqipëri, Eric G. Wendt, flet para Senatit, lufta kundër korrupsionit dhe narkotrafikut prioritet. Shqiptarët janë njerëz mikpritës dhe kanë si shembull shpirtin luftarak të heroit të tyre Skënderbeut. Beqir Sina, Shoqata Atlantiku mbështet fuqishëm protestën e studentëve shqiptar për gjuhën shqipe në Maqedoninë e Veriut. Faqen 3. Partia Socialiste, kryeministri Rama në konferencën aziatike në Seul, sfida çuditërisht të ngjashme edhe në vendet që i ndajnë kontinentet. Niko Pedeshi takon përfaqësuesin e OSBE-s për lirinë e medias. Ministri Malaj, Shqipëria partnere në luftën kundër terrorizmit. Kulturë dhe sport, profesor doktor Lush Susaj, Max Velo dhe fati elitës e disidencës antikomuniste në Shqipëri. Ai nuk kërkoi mëshirë se intelektuali është kundërshtuar dhe është kundra çdo lloji tiranie. Ilir Hoxha, Haziz Çeço dhe Agron Hysi, djemë që do të rikthenin besimin në futbollin e 5 shtatorit të Skraparit. Në brendësi, gjeni materialin e plot. Këto ishin titujt kryesor nga Gazeta Telegraf për ditën e sotme. Do të vijojmë tani me një tjetër gazetë përditshme, është radha e ditës. Shohim titujt kryesor të saj për këtë tentë. Krimi dhe korrupsioni, armiq të përbashkët, Eric Wendt zbardh prioritetet si ambasadori i SBA-s në Tiranë. Në seancën e djeshme dëgjimore, Eric Wendt ka shpalosur platformën dhe prioritetet e tij nëse konfirmohet si ambasador i ri i SBA-s në Shqipëri. Ndryshe nga diplomatët e karrierës, Wendt vjen me një sfond të fuqishëm ushtarak. Faqet 8 dhe 9, materiali i plot. Kryeartikulli i ditës, investigim, dosja Ina Rama, një dokument zyrtar i depozituar në Këshillin e Lartë Gjyqësor ekspozon një skandal institucional në majat e sistemit të ri të drejtësisë, si u fshes statusi i magjistrates dhe efekti domino me rastin Dado. Në qendër të denoncimit është antarja aktuale e kolegjit posaçëm të apelimit Ina Rama, e cila ka kërkuar transferimin në apel. Mirëpo, kërkesa e saj përballet me 2 ndalime taksative ligjore dhe kushtetuese, një prej cilave me emër, foto dhe kod personal, e dekonspiron zonjën e Rama si ish bashkëpunëtore të shërbimeve sekrete. Në faqen 3, materiali i plot. Letrat e lexuesve për kryeredaktorin, mbi pyetjen çfarë kemi kuptuar realisht në këto 35 vite me shprehjen do shkojmë në Europë. Debati për ligjin si 7501 apo paketa e maleve, si një përplasje e thellë mbi filozofinë e shtetit, kush vendos për territorin dhe deri ku shkon e drejta për të transformuar atë pa konsensus shoqëror. Apo ndërtojmë një shtet evropian për shqiptarët apo një treg të hapur mbi territorin shqiptar. Faqen 2, materiali i plot. Tituj të tjerë, postimi, po ma marrin në aeroportin me polici, reagon për herë të parë Pacolli, nuk luftoj dot me Ramën. Konflikti rreth ndërtimit të aeroportit Vlorës ka arritur kulmin, duke u shndruar në një përplasje të hapur. Në faqen 11. Në brendësi, Europa pa drejtim me Rusin ka gabuar. Intervista e Ramës në faqen 12.
Kuvendi finalizon draftin e tij të ndryshimeve, dakordsi PS-PD. Rubrika e shëndetit, vetëm 7% e pacientëve me dializë u trajtuan në QSUT, pjesa tjetër miliona euro privatit. Dështim dhe sabotimi plot i shëndetësisë publike, raporti i FSDKSH-s zbardh shifrat. Në faqen 20. Gjatë prillit jemi ushqyer me mish importi, Brazili dominon. 30 mjek diagnoz në distancë për Trumpin, përfundimi dhe kritikat në faqen 18. Kurthet alarm për skemat mashtruese në ndërtim, 10 rregullat e arta para se të firmosni. Kur çmimi është shumë i bukur për të qenë i vërtet, rreziqet e fshehura të ofertave joshse. Në faqen 7. Ky ishte titulli i fundit edhe nga Gazeta Dita për ditën e sotme. Do të zhvendosemi tani te një tjetër gazetë e përditshme, është radha e Gazetës Sot. Shohim titujt kryesor të saj për këtë të njëjtë. Ambasadori i ri i SBA, mesazh vdekje prurës për Edi Ramën, korrupsioni i qeverisë dhe lidhjet e kryeministrit me klanin e Sinaloas, prioriteti i administratës amerikane. SPAK mbështetje absolute për eliminimin e klasës aktuale politike që sundon vendin. Në faqen 2. Larent Ndreca del në përgjimet e SPAK-ut, ja akuzat për ish-deputetin e Ramës. GJKK rrëzon kërkesën për mosnjohjen e përgjimeve. Sali Berisha 5 vite non grata nga SBA, 20 milion dollarët e lobimit hidhen në kosht plerave. SPAK asnjë hetim për paratë e paguara ndaj Lacivitas dhe kompanisë së lobimit. Taulon Balla del në komunikim me banda kriminale, dalin detajet bomb nga përgjimet në dosjen hetimore. Si Suel Qela i kërkoi kreut të grupit të Partisë Socialiste të arrestonte disa nga kundërshtarët e tij për t'i siguruar 9 mandate deputetësh në Elbasan. Në faqen 6. Edi Rama pengi Belinda Ballukut, kryeministri merr në mbrojtje grabitjen e bandës së saj dhe bllokon negociatat me Bashkimin Evropian. Nga abuzimi me detyrën te llogaritë e fshehura, Klodiana Lala zbulon strategjinë e SPAK që mund të sjellë ashpërsim të akuzave për Belinda Ballukun pas dëshmisë agrontares dhe 2 fletëthirjeve për vëllain e tij. Ja detajet nga hetimet në faqen 5. Enea Karakaçi, kamikazi i Belinda Ballukut, ja si po bllokon aeroportin e Vlorës për interesat e të pandehurës, Shqipëria rrezikon të paguajë 300 milion euro në arbitrazh. Ja si mashtruan ministrat e drejtësisë dhe të bujqësisë për Ibarin dhe Ipardin, hapja e negociatave dhe fondet e BE-s, bllokim total nga Edi Rama. Gentian Likaj dëshmon në SPAK, e ropi shtetin një lloj si Kunati Ermal Beqiri, si glabroi 7.5 miliard lek në pak vite me kompanin Communication Progress. Në faqen 8. Këto ishin titujt kryesore dhe nga Gazeta Sot për ditën e sotme. Do të vijmë tani me një tjetër gazetë përditshme, është radha e përditshmes më të madhe sportive në vend, Panorama Sport. Shohim titujt kryesor të saj për ditën e sotme. Ruci, futbolli shqiptar drejt katastrofës, legjenda vlonjate në sulm. Na hoqën 2 tituj, vitin tjetër do t'jetë edhe më keq. Klubet bëjnë marrëveshje për pikë dhe para, ky kampionat s'është garë. Në faqen 6. Kryeartikulli i Panorama Sport, intervista Redi Jupi, Egnatia favorite, Dinamon e penalizojnë gabimet. Në analizën Final Four, ishe në garë të hapur për titullin kampion. Blut të ruajnë grupin që kanë, Kupa e shpëtoi sezonin. Në faqen 3, materiali i plot. Koment Shqipëria dhe Kosova,
lojra islamike dhe lojra mesdhetare, nga Artan Shyti. Kuqeblut Shkodranët pa alibi, titulli i 10 në këmbët e Vllaznisë. Deklarata Dalipi, Elbasani u ndëshkua nga euforia dhe cilësia e kundërshtarit. Egnatia, Bakayoko dhe Gruda udhëheqin ofensivën në Katërshe. Stoli Partizani këmbgul për trajner të huaj, Zekic në Pol. Tirana konfirmohen të huajt, gati firma e Xhixhës. Kombëtarja vendosje e re, ja si pritet Shqipëria me trajnerin Maran. Në faqen 10. Tituj të tjerë, botrori i 1954, mrekulli e Gjermanisë ndaj Hungarisë, në kuadër të hapësirës dosier për botrorët, faqet 22 dhe 23. Spanjolli Xhamal, Spanja luan futbollin më të bukur në botë. Trofeu Freiburgu në tapet, Aston Villa merr Europa Ligën. Tumbim Interit Galjani, rasti vetëm ku i treti bëhet i pari. Titulli i fundit vjen nga Anglia, Guardiola uron Arsenalin, por merr një vit pushim. Në faqen 15. Këto ishin titujt kryesor nga gazeta më e madhe sportive në vend, Panorama Sport, e gjeni në çdo pikëshitje të gazetave në Shqipëri. Ndërkohë tani do t'i rikthehemi edhe një herë titujve kryesor të gazetës më të madhe shqiptare, gazetës Panorama. Rregulloria e kuvendit, kompromisi i ri për ndryshimet, lëshimet e Partisë Socialiste dhe çfarë fitoi Partia Demokratike. Drafti i përbashkët PS dhe PD arritën dje një marrëveshje zyrtare për ndryshimet në rregulloren e kuvendit. Mësohet se relatorët e dyja palëve përmbyllën draftin e përbashkët, i cili miratohet sot në mbledhjen e Këshillit për rregulloren. Ky kompromis sjell lëshime të rëndësishme nga dyja palët, ku Partia Socialiste tërhiqet nga disa propozime kyçe që prekin kohën e debateve dhe raportimet e institucioneve, ndërsa u pranuan disa nga kërkesat e opozitës për forcimin e kontrollit parlamentar. Faqen 5, materiali i plot. Krye artikulli i Panoramës, krimi dhe korrupsioni në Shënjestër, kandidati Trump për ambasador në Shqipëri, flet para Senatit, Eric Wendt vlerëson SPAK dhe premton mbështetje. 4 prioritetet për Shqipërinë, Wendt, SPAK, institucion jo politik, i pavarur dhe i suksesshëm. Faqen 3, materiali i plot. Tituj të tjerë, konferenca për drejtësinë, Koçollari, Luarasi, qendër e rëndësishme akademike e standardeve europiane. Konferenca drejtësia mes traditës dhe modernitetit, bashkoi akademik e ekspert. Deklarata Tërmet Peçi 2 orë në SPAK, çfarë dëshmoi? Për ndjekurit, lista me 4.000 trashëgimtarët që marrin dëmshpërblimin, në faqen 22. Letra Dashuria është gravitet, kur Mirush Kabashi foli me zërin e Einsteinit. Grackat për Shanton dhe Vojo Kushin, çfarë dinte Naxhie Dume për vrasjen e Qemal Stafës, dëshmit për enigmat e luftës, nga Sejdo Harka, në faqet 16 dhe 17. Hapësira opinion, Kina dhe roli i saj gjeopolitik në epokën e rivalitetit global, shkruan Luan Rama. Doktor Jorgji Kote, negociatat nga Ibar te Koela në Koreper. Ky ishte opinioni i fundit, njëkohësisht dhe titulli i fundit nga Gazeta Panorama për ditën e sotme, gazetën më të madhe shqiptare, e gjeni në çdo pikëshitje të gazetave në vend dhe me Gazetën Panorama japim fund këtu shtypit ditës për ditën e sotme. Do të shkëputemi tani për një hapësirë të shkurtër publicitare, rikthehemi sërish pas pak me telefonatën në studio. Publicitet.
Rikthehemi në studio, jemi tani në pjesën e dytë në hapësirën e telefonatave. Mirëmëngjes për të gjithë ata që na bashkojnë këto momente. Gjithashtu mirëmëngjes telefonata e parë për ditën e sotme e enjte, 21 maj 2026. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, Klevi. Përshëndetje, Zodri. Mërëm doqa më vëmendje në emisionin Oponens Po? News 24 temën mohimi gjuhës shqipe, provokim për plasje etnike. Dhe unë, po t'isha deputet i parlamentit shqiptar, do t'a trajtoja gjërësisht këtë temë sot. Po t'isha deputet. Më të vërtet, protesta që bëjnë studentët në Maqedoninë e Veriut është një solidarizim dhe një frymëzim edhe për ne në Shqipëri. Pra, si pas mendimit tim, Maqedonia është shtet multietnik, por nga pozita gjeografike, pra është shtet trilateral. Pra emrin e ka nga Greqia, gjuhën zyrtare nga Bullgaria, tokën teritorin e ka nga Shqipëria. Nuk diskutohet. Greqia e detyroi që të ndronte emrin. Nga li Hoxha në Hoxha Liu, so Maqedoni Jugut, tani jo Maqedoni Veriut. Nëse bulgarat i marrin gjuhën, i marrin dhe shqiptarët teritorin, atje së mbetet kënd njeriu. Edhe bulgarët e kushzuan që të ndryshonin kushtetutën. Vetëm ne si shqiptar jemi inferior në qasjen e shtetit Maqedonisë. Normale, po pavarësisht se jemi faktor shtet formues. Për një shtet që ka përzierje, që është konglomerat shtetesh. Pra, mos harrojmë dhe anën tjetër, që është medalja më e çmuar, që personazhet, njerëzit më të mëdhej, Maqedonia i ka shqiptar, duke filluar çika Aleksandri i Madh i Maqedonisë. Nën Tereza e Famshme, që ka marrë çmimin Nobel, është me origjinë shqiptare. Serif Morati, që ka marrë çmimin Nobel në mjekësi, është nga Gostivari. Pra, lavdin, madhështin, krenarin ja ka dhënë shqiptarët. Pastaj u mbajt një kongres madhështor, i quhet kongresi i Manastirit, pa gjuhë, pa fjalor. E s'ja mohosh? Jo. Po të nisim nga venion, po ne si shqiptar. Ata protestojnë për gjuhën shqipe, për gjuhën e nënës. Po ne që po na marrin gojën, po na zonë frymën, po na marrin ajrin, po na marrin tokën. Shkullin nga zerat 100.000 hektar tokë dhe në marin të huajt në Shqipëri, do bënë investor ata. Po ne sa dhe jemi, bujkërob të tyre. Pra, kjo është e pafalshme. Pra ne, si pas mendimit tim, si që ka thonë Aristoteli, njeri o shkafsh politike, po jo Turqi, Delja dhe Gomari se tha ujgu, pakën kalë, gjuhë që e me shqelme. Duhet protestoj për drejta tona. Se tu nuk bënë një fare përgjithësi. Të zdiga kryeministri kur vjes ka ministri. S'ma ka përgjithësi. Kryeministri kur vjes ministri. Ana tjetër është se kryeministri u votu rezoluta për... Mirë, Zodri, faleminderit për telefonatën. Faleminderit edhe për qasjen që ndave me ne. Përshëndesur e gjithë mirët, presimi tjetër e telefonatën në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Karen linja. Presimi tjetër telefonat. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, gazetar. Përshëndetje, Zodri. Përshëndetje. Urdhro. Por akoma do vuaj Shqipëria me këta tratar dhe me këta armiqe venditore. Kemi 80 vjetë o zoti gazetar, shqip do shpëtojnë në këta armiqe. Në Enver Hoxha 45 vjetë që nuk votoj njeri, po me frikë votuar 45 vjetë. Tani me këta 35 vjetë nuk votojnë që ta zgjidhen dhe se janë ushtate e Enver Hoxhës, si do shpëtojnë me këta armiqe. Mirë, Zotri, faleminderit e juve për telefonatën. Presimi tjetër telefonat. Ate Pelena. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Përshëndetje, Zotri. Një gjova në lajme prezentimin e ambasadorit të Amerikës. Kandidat është ende, nuk është po.
uroj që ai të mos jetë thjesht general, mos jetë thjesht ambasador, po të jetë komandant suprem për Shqipërinë. Mendoj që ai në mandatin e tij ta shkune mirë politikën shqiptare. Këto 35 vjet. Ti shkune mirë këto meturina. Sepse për sa kam njekun lajmet, nuk ka një model të tillë në Europë as në botë që udhëheqja shqiptare ketë qunë zero ekonominë e këtij vendi. Nuk ka në botë që të ketë dalë një president republika apo një kryeministër që të nxjerrë avionat në luftim nga një pjesë për të sulmu një pjesë të vendit vet. Nuk ka ku në botë që të jetë shkatru mbrojtja e vendit vet. Nuk ka kun kaq korrupsion sa ka tek ne. Është qesharake që një deputet të marrë ma tepër bonus telefonit, marrë ma tepër. Mirë, zotëri, ka rënë linja, faleminderit për telefonatën. Presim një tjetër telefonat. Alo. Mirëmëngjes, zonjë. Alo, mirëmëngjesi. Ua, me 2 herë, direkt. Ua. Alo, Okej, 3 herë edhe 1 herë. mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, zonjë. Allah Përshëndetje. hile, ka ngeli I pa vjerë më këtë shteta, më këtë Shqipëri. Po, ja ne që flasim. A në zëjtë të herëbelin vjakën vjerë, po këta, po. Po nuk kanë turp të qojnë poplën në këtë farë feje, nuk kanë turp. A në dumanit vjeli, a në prapë poplët të gjykoj dumani, a? Po pse e thua kështu? Turp, po fagjezis, turp. O, shi turp je mo dhe ura për shef gëzel të për si ka halin, apo vjellë për vete. Pa. Mirë, zonjë, faleminderit për telefonatën. Presim një tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Përshëndetje, zotëri. Si jeni? Mirë, faleminderit. Urdhro. Si e këdo shënderin? Mirë, mbahemi. Juve mirë jeni? Faleminderit Rosh. Dëgjoj gjithë, Po. lutem shumë, gjithë ka që marrin telefon. Çdo ditë një të llafe thon. Të një të llafe thon. Mirë, i kemi Përdej, reduktuar ndjeshëm tani. Një isha Ramon, tjetë isha Saliun. Po sistemi, që se shajta zagat? Dëgjoj. Po, Sistemi që se shaj, ku që ka bërë gjitho gjë në Shqipëri? Sistemi ka bërë, nuk e ka bërë as Saliu, as Rama. pra ti e kundër sharjes tyre. Dëgjoj të miki dashur, dëgjoj, ti e quni mirë, i nderuar, i respektuar. Pra ju po thoni që fajin e kemi vetë ne, apo jo? Që kemi zgjedhur... Vetëm populli ka fajnë. Populli ka fajnë sistemi i parë. Sistemi miki dashur, çun, e ka sistemi. Sistemi është i degeneruar komplet. Në gjitha drejtimet. Më kupton? Pra nuk ka rëndësi kush është në krye të sistemit, thoni ju. Nuk ka rëndësi fare se kush është kryesi. Sistemi është më i degeneruar. Kapitalizmi është më më i pisti, do më thënë, gjithë ata që shajnë komunizmin të vivi vërdal, mos them llafet të tjera të hanë mund komunizmin. Po. Mirë ishe, goxhaj si jetë shumë fillim, mbyllim. Presim i tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjesi.
Zotëri ose zonjë, përshëndetje. Ka zgjedhur të largohet. Presim dikë tjetër. Mirëmëngjes, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Përshëndetje zonjë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi, Po urdhër. bëj kaq kohë që s'kam folur. Po na ke munguar. Mirë ke qenë. Faleminderit. Po. Tani unë dua të flas çik se kemi qenë dhe jemi me Partinë Demokratike, sa atje është e gjithë e ardhmja e vendit. Se Edi Ramën e din se si është, por neve duam që se bën edhe zgjedhje, të bëhet zgjedhje tani e kryetarit. Sali Berisha ka bërë sa ka bërë, ishte e mira që të bënte dorëheqje dhe të zgjidhësh një e ardhme e Partisë Demokratike. Prandaj që të votohet prap Sali Berisha, neve demokratë nuk na vjen mirë ta themi troç muhabetin. Nuk është e ardhmja me Sali Berisha. Prandaj duhet të zgjedhur një i ri që ta drejtoj Partinë Demokratike. Se e gjithë, po e dihet ai që Edi Rama ka bërë dhe po bën. Po pati prap, se më vjen keq ta them prap, Sali Berishën ballë për ballë, prap Edi Rama do jetë në krye të qeverisë. Prandaj duhet të bënte një hap mbrapa Sali Berisha. Megjithatë, prap Partia Demokratike del e humbur Partia Demokratike. Dhe nuk bëhet një zgjedhje duhur. E kuptova. Mirë, zonjë. Na vjen shumë keq që Partia Demokratike ka arritur deri këtu. Se kemi qenë dhe jemi dhe do të jemi me Partinë Demokratike, do jemi demokrat. Prandaj nuk kemi çaj bëjmë me Edi Ramën, se kemi Sali Berishën ballë për ballë me Edi Ramën. Edhe ato që po bënë në Pejnte, çfarë ashtu ja. Të shtunën. Kjo ente që Të shtunën janë zgjedhje. Parlamentet po vjen. Në parlament që po bëjnë gjithë ato me njëri tjetrin. Kompromise, Sa se me do zgjedhën me atë. Mirë, zonjë. Josefina Topallin. E ata të tjerë që kanë qenë 2013, kanë dhënë gjithë ato shuplaka, edhe prap Sali Berisha i zgjodhi në krye. Nuk na vjen mirë, ata them të drejtën. Gjithë të mirat. Faleminderit zonjë për telefonatën, gjithë mirë dhe juve. Presim i tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Yes. Përshëndetje zotëri. Po ndëgjoje Dimet në intervistë që kishte marrë një stacion aty. Me thonë drejtën, për qesh për qa. Pa si më buri dhe, si më ky njeri më buri, ka po në 90, edhe thot, jam i papaj që mon. Po për Florinë e Krapës, kush do të bën më zotëri? Po ata kosa. Mirë zotëri, faleminderit për telefonatën dhe ju. Mundojmë ndilëm hapësirë edhe telefonuesve të rinj. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje i nderuar. Përshëndetje zotëri. More ky e ke dëgjuar të llafin ti që ujku e çakalli bëri gjithë atë katastrofën ky nga ashtu se di nga është ky patronazhisti nga Foshkruja, nuk e di nga është ky. Jo ditë për ditë, po 2 dita dhe gacmoi na Nikollën. Ky lanam ky që tani sa janë mbyllë këtia. Edhe me gjitha atës duhet të mere me atës se jam kategoria ti una. A i s'ke nuk e di si e lë familja fisja, e vetëm ditë qaj për dërë dhe të roj komunizmi. Që do thosha una, beqet patrolli 98% aksioneve në Vlorë, dhe degenerojnë, po nuk është gjuna mu i ndërrua gazetarë. E i morën aeroportin? Po se lëndë futët brenda 98% t'jeshtë i biznesmen tani. Pagosh në një vënd, 98% të asaj. Gjitha e kulturale, gjitha të para, gjitha të gjera. I pas pretendimeve 310 milion euro ishte lera. Ma beqe Shqipëri më thuaj mu ati. Atë biznesmenin atëre thuja në atë në Gjinelasit e vranë. Ky Edi Rama vetëm rokën, do gjokën, sto asë një tjetër më, së në abitë me këtë.
ky s'do as një person, mos i ka mundësi më. 98% të aksioneve atje, a i mbyll porta. 310 milion euro investim, thot. Po nuk është gjuna, por 80 vjeçara e ti mbyllush portën ti ka pësua që ta veta atje. Tjetëra që do thoshja, edhe me këtë do ta mbyll, edhe kam dëgjuar që vërtet Berisha mase nuk e bie atë po do në pushtet. Po s'dua ta përgojoj se ai ka jetën personale ai Seliani, po ti ishe ti 35 vjeçar, për shkak se të kishe një vëlla 35 vjeçar. Do kishe marrë një grua 51 vjeçe me fëmijë, se tani të bësh udhëheqëri duhet Kjo është shumë personale. Kjo është shumë personale, nuk mund të shkosh tjetër. Po e marr vesh është personale, po që ti je udhëheqëti, duhet japësh shumë personal. Tani, po ta marrësh në këtë aspekt, Macron, presidenti i francez... Seliani është saradafiu nga gjitha anët atës. Edhe në burg, Ilir Meta mund këtë bëjnë që ngabime, po në burg, Boris i burg, këj sëndrosi burg, këj vati në Fieru dhe gjenerua, më shumë dërin dhe jashtë se brënda në burg, se duke bashkëpunuar me policinë atje, të zuri alli vla, vati në burg, bëj burgur, mos bëj spion. Kështu që ky nuk ka parametra. Seliani është më i keqi nga gjithë keqet. Qose do ta marrësh ti mua. Unë ta thash vetë, të kesh ti një vëlla 35 vjeç, e panon të marrë një grua 51 vjeçe me fëmijë 20 vjeç. Tani më vjen keq tani, do dhe gjithkush ka shefet e tij o zotëri, pse e Po mirë, marr vesh më, po mua s'ma mush më naj. Po mirë. Pra, edhe unë kam mendimin tim. Faleminderit zotëri. Përshëndes, presim i tjetër telefonat në studio. Mirë mëgjes, përshëndetje. Mirë mëgjes, përshëndetje, Trivin. Përshëndetje, zotëri. Përshëndes dhe të rëj për ambasadorin e Amerikës si në kohar, se da shqivarën e në njësot Amerikës me në sena shqipninja. Edhe shpresoj që nuk ja ka dhënë dorën dhe nuk ja ka kalzu rrugën e ja gulshe dhe ja jëri kinju. Aja amba ishtë. Aja zëza, korbesja zëzë që na la Shqipërinë na instalej dhe na boni Shqipërinë me një gulshetë dhe zëzë e morën. Dhe sot, unë i thamë, në fakt kishte më mëgjua i Trumpi, me i thëmë që dash për zotën e ki të ka kujtuvuan për Shqipërinë, se Shqipërinë e ka marrë 8 pjetë në thëna të poshtë dhe në verju, po në pa e thëna gjënë letërore 8 pjetën, se shkur Shqipëria ka mërin puna që me hendi kriminali një mosë dhe për botën që janë të shku të jodhonë. A i do të kishtë shku në Koretë verju, që të jugut a jaftyre zëzë, dhe do të me thonë që vërë zotën veç jetë e ki shuvunë që e ka marrë Shqipëria 8 pjetën. Se për zotë, a disë ja bonë si puna Shqipërisë të shqikarë, kjo ambasadori. A si puna se e plaks, ishte një plaks, nuk e shikon të tha kush në shtëpi, edhe kur shkojnë gratë deksa, që shkojnë me gratë deksa, fillun të në rëpë, sa të ju dhonë me harë, po aja tha, a disa si ashtë puna, më dhëtë më falësh për këtë fjallë. Tha ta shtë tha për gaguj, tha, lene tha se marova, tha vesh ma futin nga poshtë. Pra tash edhe Amerika tash për zotën veç nga rras nga poshtë, për ka kryet na i ka marrë edhe kriminali, edhe i Koreas Veriut. E mirë Shqipnia, e me thoni sholla. Mirë zotëri, të falemderit, presimi tjetër telefonat. Mirë mëgjes, përshëndetje. Mirë mëgjesi. Përshëndetje zotëri. Ku je kapetan, ku je? Ti je i nderuar. Birë se në nësoza këtë qaj më parza. Ke bërë nami njerë, fillimisht duat komplimentoj, ke marrë komplimente nga gjithë shqiptarët për këngën. Falemderit. E meriton. Po. I përshëndes telefonatës, po da du vetëm të pun kanë. Qëko, ta është bukën dë bësh davane e kaurit, ta është bukën e turku bën davane e kaurit. Ne kemi halë 5 quintale këtu në Shqipëri. Kemi këtë qajnë më parë këtu ne. Këta qajnë botën, qajnë Amerikën, qajnë Kosovën, qajnë të gjitha. Qajnë këtu, vetën tonë, të qajnë vetën tonë këtu, se jemi për i bresi krimë në usull. O, përndi e madhe. E disi i thonë këta i punët ke qemlaj, i vdik buri
gruas. Edhe kise Allah në arruajt bea që bëmbota kise burin, po kise dhe fëmi të keqa. E fillon të qante me oji, këtë të qaj me barsa, o burë dhe rëziuza. Edhe fi burë qalu edhe djemt ajo, qalu edhe djemt, ke qenë homarza, po se na qanë nërza, po edhe ju babaj do t'i qani, sa, këtë do qani, me këtë do jetoj unë këtu, sa. Ju, sa, na fera dhe na fili dhe fera. Edhe këshu edhe qeveritarët ke qenë laj, pandaj dhe muna që mbaroj çdo gjë. Aj shëndet të gjorë atë mirë. Faleminderit, përshëndes, gjithë mirat gjithashtu zotri. Me këtë telefonatë mbyllim këtu hapësirën e telefonatave për ditën e sotme. Do të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare, pas pak do të jemi me mjekun Gerald Kola në studio. Publicitet. Rikthehemi në studio, jemi tani në pjesën e tretë në hapësirën e ekspertit. Kam nderin dhe kënaqësinë të kem në studio mjekun më të mirë, Pa disclaimer. Doktor Gerald Kola, mjek internist, gastropatolog. Përshëndetje, faleminderit doktor për kohën tuaj. Gjetëm, përshëndetje juve. Do të flasim sot për një problem që besoj që është masiv me përhapjen edhe përdorimin e shumt të ushqimeve procesuara dhe gjithashtu pijeve me gaz. Tani, problemet që vinë me urthin dhe stomakut konkretisht nga pijet me gaz edhe produktet e konservuara me sheqer të shtuar, si dhe produktet e procesuara, cilat kanë kaluar në procese industriale para se të konsumohen. Tani, unë personalisht për shembull, nëse konsumoj gjëra me gaz në mëngjes esëll, direkt kap stomaku. Është problem personal apo është e shpjeguar shkencërisht që normalisht do të sjellë dëme të tilla? Shiko, praktikisht që të ndodhi urthi, urthi është ajo ndjesia e djegës që ne përjetojmë mbas një gastriti apo mbas një refluksi gastroezofageal. Urthi, si thua, është shenja që na jep ne atë rikthimin e acidit nga stomaku në ezofag, që mund t'japi edhe atë thartësirën në gojë e gjitha. Sigurisht që çdo gjë varet nga vetë personi. Sigurisht që duhet jetë një sëmundje instaluar më parë, për shembull që është një gastrit, apo një ulçër, apo një dispepsi, një çrregullim i tretjes. Domthonë një sëmundje bazë e instaluar duhet jetë, sepse praktikisht një stomak normal që nuk është i sëmur, nuk ndikohet dot nga ushqime sporadike. Nuk po them që ta bësh baltë dhe ti po e mbingarkon. Por, për shembull, një kola njërë në kaq nuk ka ndonjë gjë të keqe, edhe nuk është u bubuja. Por një stomak i vuajtur, një stomak i dobësuar, një sfinkteri i poshtëm ezofageal i dobësuar, nëse ne i shtojmë pije me gaz apo i shtojmë sheqerna, normalisht do rritet presioni brenda stomakut, do filloj fermentimi, sheqernat rrisin shumë fermentimin që në stomak, edhe fillojnë shtohet gazi karbonik, edhe normalisht gazi karbonik duke krijuar një presion të madh, bashkë me gazin, ato gromësimat e famshme që ndjejnë njerëzit, kur hapet sfinkteri, do dalin edhe lëngjet e stomakut. Kështu që janë, si thua, më tepër procese mekanike që ndodhin, që në një stomak të vuajtur apo në një sfinkter që nuk është shumë i fuqishëm, ndodhin këto, domthonë, si thua, e përkeqësojnë urthin, por jo se e shkaktojnë urthin vetvetiu në një stomak të shëndosh. Edhe pijet me gaz esëll, do më pijet me sheqer pa gaz esëll, pra lëngjet cilat kanë sheqer të shtuar, ndoshta, e them në eksperiencë personale. Jo, sigurisht qëndron. Nëse je esëll, gjithmonë të sjellë. Qëndron, por gjithsesi duhet kemi parasysh disa gjëra, sepse nuk ka një one size fit all, një mas që u përket të gjithëve. Bota tani është konvertuar në atë food diary, që ne duhet mbajmë një ditar të ushqimeve, sepse gjithë secili nga ne ka triggerat specifik. Dikush ka një trigger një gjë, domethënë acaron diçka, dikush e acaron diçka tjetër, dikë acaron limoni, dikë mund të acaroj çokolata, dikë mund të acaroj domatja. Domatja për shembull është një nga frutat me aciditet shumë të lartë. Kështu që ka shumë njerëz që mund t'i acaroj domatja, disa njerëz ndihen okay me domaten. Prandaj gjithë njerëzve u rekomandohet sot në botë, këto dietat që shpalosen nëpër rrjetet sociale nuk duhen përdorur, se nuk janë një dietë që ti përkasi gjithë secilit. Jo, merret personi,
Mbahet ditari ushqimor për të paktën 3 muaj, provohen të gjitha ushqimet nga pak dhe shikohet çfarë problemi apo çfarë vështirësie japin organizëm, mbahet shënim, kjo është shumë kryesore, që duhet mbajtur shënim, cila ushqim apo cila pije të shkakton probleme dhe ti përpiqesh ta shmangesh. Kjo është gjëja më e mirë dhe më e shëndetshme për trupin. Por pijet me gaz edhe ushqimet e ëmbla sigurisht e përkeqësojnë një sëmundje bazë. Që të shkaktojnë një sëmundje nga e para është shumë e vështirë, ose mund të ndodhë vetëm në kohët ku mund të ketë një abuzim të tepruar. Njerëz që pinë gjatë gjithë ditës pije me gaz. Duhet kuptojmë që pija me gaz nuk është i përfshirë ujë. Kur themi pije me gaz, nuk përfshihet ujë me gaz, se shumë njerëz e keq kuptojnë këtë gjë. Sepse pijet me gaz kanë sheqer, kanë dioksid karboni shtuar, kanë këto acidet fosforike, citrike që shtojnë aciditetin në stomak, kanë aditivët që rrisin fermentimin në stomak. Sa më i lartë jetë fermentimi në stomak, aq më shumë rritet presioni. Kështu që nuk duhet të keq kuptojmë pijet me gaz me ujin me gaz. Se zakonisht njerëzit ose në këtë situatën popullore është që ujin me gaz e fusim bashkë në pijet me gaz. Jo, uji me gaz sigurisht që ka disa persona që mund t'i ndihmojnë në tretje, por e vetmja gjë që mund të bëj uji me gaz është të rrisë atë presionin brenda në stomak nga dioksidi i karbonit, atë çështjen mekanike. Nuk ka as aditiv, nuk ka as sheqer të shtuar, nuk ka as kafein, kështu që uji me gaz është më safe për të përdorur, nëse duam kryesisht për shqeto, se po pati ato esencat limoni. Jo, ajo konvertohet në pije me gaz pastaj, nuk është më ujë me gaz. A këto esencat, këto ujërat e rinj që kanë dalë tani që janë bërë fancy e në mod, ato nuk janë më ujë me gaz. Ato janë pije të gazuara. Është njësoj si Fanta, Freshi, Coca-Cola, ku diun çfarë janë këto gjëra. Nuk duhet përmendim emra sigurisht, po që nuk duhet të keq kuptohemi këtë gjë. Uji, flasim vetëm kur është ujë lisho, pa asnjë aditiv të shtuar, pa asnjë sheqer të shtuar, pa asnjë lloj substance të shtuar. Nëse i shtohet qoftë edhe vetëm një substancë ekstra, nuk është më ujë me gaz, është pije me gaz pastaj. Tani uji duhet jemi të matur në përdorimin e ujit, mund të na sjellë dëme? Jo, është shumë e vështirë. Ose kjo ushqimi të hash bukë, po mos pi ujë ndërkohë që je duke ngrënë, sepse krijon diskomfort edhe vështirësi për të tretur ushqimin. Ka rregull për të pirë dhe ujin? Nuk ka rregull. Është ideja që, siç thash, këto teorirat që një këshill u përket të gjithëve, është ignorancë, duhet të them, se nuk ekziston kjo gjë. Ato janë ca rregulla ndoshta që mund t'i në Islam është synet, si të thuash, e ka përdorur Muhamedi alayhis salam këtë gjë dhe është mirë që edhe kjo të përdoret kështu. Nuk është që ka ndonjë bazë shkencore. Sigurisht ka bazë shkencore, sepse nëse ti pi ujë gjatë ushqimit, ulet niveli i acidit në stomak edhe mund të kesh probleme me tretjen. Por nëse ti ha shëndetshëm, nëse ti ha sasi të vogla, nëse ti ha në një kohë zgjatje, nuk ha shpejt, po ha avash, to janë gjëra që superojnë kollaj, mund të pish edhe ujë. Nuk është në një problem i madh, nuk ka një gjë që është u bubuja, po pive ujë edhe u sëmure gjatë bukës. Jo, janë gjëra që nëse ti kombinon me disa gjëra tjera, janë procese fiziologjike normale. Normal, sigurisht kuptohet që nga ana kimike edhe fizike sasia e ujit në stomak do e ullë sasin e aciditetit. Është mëse normale, se është solucion. Kështu që nuk besoj që është në një gjë kaq e madhe mos pini ujë gjatë bukës apo. Është në varësi të njeriu. Nëse e shef që ti je një person që ha vakte të rënda, një person që ha shpejt, një person që ke probleme apo çrregullime me tretjen, ke këto dispepsit, uji do ta përkeqësonte pak këtë situatë, sepse do bëj atë që do uli akoma më tepër aciditetin, se ka njerëz që kanë aciditet të ulët stomakut. Kështu që
mundet që të ta uli akoma më tepër, mund të rrisi atë fryrjen, diskomfortin abdominal, mund të kesh këto problemet me tretjen, me zbrazjen e stomakut. Këto mund të vinë, por nuk është për të gjithë. Ne jemi persona unik, nuk ka që një grup individësh apo e gjithë botat ketë njëjtën sjellje apo njëjtën output ndaj diçkaje që ne konsumojmë. Kështu që çdo njeri duhet kujdeset vetë për veten e vet edhe duhet shofi çfarë i bën mirë, çfarë acaron, edhe çfarë është neutrale. Se ka shumë ushqime neutrale, për shembull që njerëzit i hanë ose i konsumojnë. Por ajo që t'i kthejmë edhe një herë në fillim, që mos bëjmë shumë përsëritës, është ditari ushqimor që duhet mbajmë. Vetëm ai na jep zgjidhje konkrete për çdo gjë. Tani, edhe dy pyetje, njërën po më vjen me mesazh. Kur ha diçka të vogël, thot, direkt kam fryrje barku, sigur kam ngrënë një vakt plot, pavarësisht se kam ngrënë pak. Këto janë çrregullimet tretjes, për shembull. Këto janë ato dispepsit, që mund të vinë nga arsyet e enzimave tretëse, qoftë nga stomaku, qoftë nga pankreasi. Kështu që duhet parë historia si është, ku është. Po çfarë rekomandohet në këtë rast, për shembull? Çfarë si mund vihet në balancë? E para, duhet parë realisht cilat ushqime e bëjnë këtë gjë, e japin këtë trigger, e japin këtë sinjal, se duhet ketë disa ushqime që ai është safe ose ajo. Nuk besoj që çdo lloj ushqimi qoftë i vogël, tani varet kë quan sasi të vogël. Se një snack, siç e kanë thuajt, një sa për të thyer. Ky snack, nëse është një nga këto kekrat e fermentuara që me sheqer, se dhe ai mund të jetë snack. Kështu që varet çfarë ham, çfarë është ai snacku. Nëse ti ha gjysmë avokado në atë snack, nuk e di, prapë ndjen këtë fryrje, apo nëse ti ha një banane. Zakonisht banane është nga frutat më safe, që mund ta përdorim edhe si matës të gjendjes tonë. Banane është shumë e mirë, qoftë edhe në nivel të ulët sheqeri, qoftë edhe në këto acarusët kimik të stomakut, edhe avokado, sigurisht, po, në qoftë se dikush... Patatën e zjerë kam gjuar. Patatja e zjerë, patatja e ëmbël, janë gjëra që mund të kombinohen. Orizi, nuk janë gjëra se janë natemuar shumë, orizi, makaronat, janë bërë kështu si gogoli. Nuk janë gogoli, janë gogoli ndoshta për personat që ja caron kjo gjë, po jo për popullatën. Se njerëzit do ushqehen. Mos ha këtë, mos ha këtë, mos ha këtë. Është si ajo fabula me papagallin që i tha, i ngri këmbën e djathtë, e ngriti ai. Ngritet majtën, i tha, po unë ku do rri tani? E kupton? Kështu që s'kan faj njerëzit që thonë, çfarë do ham, se njëri thot iq këtë, iq këtë, iq këtë. Okej, hoqëm. Del një tjetër thot iq edhe këtë, iq edhe këtë, iq edhe këtë. E hoqëm e këtë. Del edhe ai tjetër thot iq edhe këtë, iq edhe këtë. Çfarë do bëjmë? Vetëm me ujë do jetojmë? Sigurisht që jo. Prandaj nuk janë gjëra, si thua, këshillat jepen kur abuzohet. Abuzimi është ajo që na bën dëm. Mirë, edhe kjo fryrja ndoshta vjen si pasojë një abuzimi. Prandaj po them, si pasojë abuzimit, mund të jetë konsumator ose konsumatore i duhanit, i alkoolit, janë gjëra që nuk janë vetëm me një pyetje të thjeshtë apo un ha diçka. Nuk mund të thuash ha diçka dhe ajo më bën dëm. Po fryrja në tërësi si fenomen fryrja është fizik, tani si fenomen fizik edhe mekanik është thjesht ajër i shtuar në traktin tretës. Është shumë i thjeshtë. Ky ajër nga se vjen, sigurisht nga proceset e fermentimit. Ç'a na bën ne që të na rritet fermentimi? Janë këto që tham, pihet me gaz, sheqernat e shtuar, ulja e acidit në stomak, mungesa e enzimave tretëse, problemet me gurët në tëmth, ka shumë, është një proces shumë, problemet me florën bakteriale të zorrës, ato probiotikët e famshëm, prebiotikët, këtë bëjnë. Rrisin procesin e përpunimit të ushqimeve. Prandaj zakonisht që njerëzit kur kanë këto fryrjet, meteorizëm quhet ajo fryrja në bark,
kur kanë këto fryrjet, marrin ato karbonin aktiv apo simetikonin që nuk është asgjë tjetër, thjesht këto grimcat e vogla të ajrit i mbledh dhe i nxjerrin në formë gazrash. Edhe njeriu lehtësohet. Fryrja që ne ndjejmë, ai diskomforti që ne ndjejmë, në 99% të rasteve është thjesht ajër në traktin digestiv. Shumë interesant, edhe një pyetje të fundit kam. Për urthin, ka ndonjë sekret, domethënë kur të kap urthi, diçka që mund të bësh në kushte shtëpie ose të marrësh në një, nuk e di, ilaç të lehtë që mund ta marrësh lehtësisht, që gjendet lehtësisht? Ti do që të them soda e bukës? Jo, absolutisht, nuk e... Po se ilaç të lehtë nuk ekziston termi ilaç i lehtë. Ilaç është ilaç. Të konsumosh diçka. Po ujë mund të pish. Ujë. Ujë, patjetër. Ujë, siç e tha, me ulët aciditetin e stomakut edhe ujë do të qetësonte. Po probiotik dhe prebiotik natyral që mund të ndihmojnë, domethënë që mos përsëritet apo nuk është në këtë rast? Shiko, nuk ka lidhje me probiotikët edhe këto urthi dhe refluksi janë procese tjera. Por nëse kemi një stomak më të fortë edhe me florë më të mirë, apo jo, ndoshta nuk përsëritet, mendoj unë apo jam i gabuar në perceptim? Jo, duhet ta konvertojmë pak pyetjen edhe një herë se... Për shembull, nëse ne kemi një florë bakteriale shumë të mirë, që jemi në kushte të mira, ka mjaftueshëm bakteret këqija në zor dhe bakteret mira, balanca është okej. Besoj se mikrobioma është mikrobioma. Nuk të kap urthi lehtësisht apo jo? Zakonisht urthi nuk varet nga mikrobioma, nuk varet. Urthi është ndjesia e kalimit të aciditetit nëpër ezofag, që mund të vi nga presioni i shtruar në stomak, nga një sfinkter ezofageal i poshtëm i lehtësuar, që ai nuk bën dot hapje mbylljen. Se ai dy procese bazë ka sfinkteri i poshtëm ezofageal, të lejoj që ushqimi të kaloj nga ezofagu në stomak, edhe mos të lejoj që lëndët nga stomaku të ngjiten në ezofag. Dhe është valvul. Nëse kjo valvul të prishet, nga arsye të ndryshme, ato përmbajtjet qoftë nga stomaku, qoftë nga ezofagu, do kalojnë lirshëm në atë pjesë aty. Dhe nëse kalojnë lirshëm, ndodhë që një pjesë e këtij acidi të ngjitet sipër dhe kjo jep urthin, jep djegjen. Por që është një proces shumë i komplikuar dhe nuk është se ka diçka, është dhe një proces që nuk vjen tafti bafti direkt apo ku di unë. Jo, është një proces që ha kohë, kërkon një abuzim të madh, kërkon një mos respektim të rregullave në kohë të gjatë. Këto nuk janë gjëra që ndodhin sot për nesër. Që dje isha mirë, sot jam keq. Jo, nuk ndodhin. Kështu që nuk është se kanë një gjë për të shqetësuar që unë tani jam mirë, por nesër do më kapi urthi. Janë procese që trupi na ka lajmëruar, ne e dim që kemi abuzuar, e dim që jemi mbi peshë, e dim që konsumojmë gjëra me gas apo ushqime të ëmbla. Kështu që janë ca procese në trup që nuk na vinë vetvetiu. Ne nuk kemi mësuar ti dëgjojmë këto shenja, këto alarme që na ngret trupi, po nuk ndodhin sot për nesër. Kërkojnë një proces të gjatë kohor. E qartë. Shumë faleminderit për gjitha sqarimet, doktor. Do të presim disa telefonata në studio për pyetje që mund të ketë në publiku. Numrin e telefonit e keni të afishuar në ekran. Prej këtij momenti do ta keni të hapur për pyetje që mund të keni për doktorin. Çfarë përgjigjesh mund t'japin, domethënë kushte që nuk bën kontroll fizik. Kështu që prej këtij momenti presim telefonatat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje zonjë. Desha të flas pak me doktorin, a mundem? Po, jeni drejt për drejt. Jenë drejt për drejt, zonjë. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Si jeni mirë? Mirë. Jo, doktor, desha të të pyes për diçka. Mi kam djalin në moshën 30 vjeç, po her pas here i dalin disa puçra me qelb nga ndonjëherë mbushet edhe plot. Sidomos në pjesën e kokës, në pjesën e qafës, po edhe në pulis, në pjesën e shpinës, nga ndonjëherë në fund shpinë, shumë rrallë në pjesën përpara të gjoksit. Absolutisht i kemi mbjell, domethënë kemi bërë atë. Mbjelljen dhe ndërkohë ka dalë një stafilokok aureus, ka marrë antibiotik, qoftë edhe nga goja, qoftë edhe lokal, dhe ato pastaj përsëriten prapë. Mund të më thuash ndonjë gjë për këtë gjë? Atëherë, kryesorja është rritja e imunitetit në këtë rast, se ato prandaj dalin her pas here, domethënë nëse infeksioni me stafilokok është prezent në organizëm, duhet luftuar me antibiotik.
Por krahas antibiotiku duhet të rritur pak edhe imuniteti i përgjithshëm i trupit. Sepse, si thuash, lëkura është organi ynë më i madh dhe shumica e toksinave nëpërmjet lëkurës dalin dhe dalin nëpërmjet të këtyre puçrave apo absceseve të vogla apo akneve që ndodhin. Nga njëri bëhen edhe goxha, për shembull, si forungur, sidomos mbrapa qafës, sidomos. Duhet të parë ai ku infektohet. Domthonjë, nëse bëhet një radim i stafilokokut dhe ai e rimer diku, nuk di, domthonjë, duhet parë edhe situata ose mënyra e jetesës. Themi se jetojmë shëndetshëm. E kuptoj, po duhet gjendur, sepse nuk ka arsye që, nuk e di nëse ai ka bërë në një kur trajtimi, domthonjë është eraduar stafilokoku apo jo. Ka bërë një, nuk i kam bërë mbjellje të dytë, me të drejtën, sepse u qetësua, bëri një trajtime të. Kjo është ideja, duhen bërë disa procese edhe pasi ne shërohemi, sepse problemi ynë është që ne, mbasi na shërojmë simptomat, ato shenjat, i lëm pas dore proceset mjekësore. E di këtë, e kuptoj. Pa e të çuar ciklin deri në fund. Kështu që gjithmonë duhet ta çojmë ciklin deri në fund. Doktor, desha që të bëja një konsult, ndoshta kështu direkt me ju, ku mund t'ju gjej? Unë kam klinikën time, Tirana Health Clinic quhet, mund ta them këtë. Ku? Faleminderit. Në Tiranë te Pallati me Shigjeta. Te Pallati me Shigjeta. Po. Okej. Faleminderit, doktor. Patjetër do të klinika të flasim çik më gjerë, sepse është. Faleminderit, doktor. Shpresojmë të shkuara për zonjën. Presim një tjetër telefonat. Mirëmëngjes, përshëndetje. E kisha dëgjuar një herë në fakt këtë rast. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Përshëndetje, po, urdhro. Përshëndetje. Po, zonjë. Urime për emision. Faleminderit. Është më shumë të mirë. Dhe dua të bëj një pyetje për doktorin. Po. Unë jam një nën 69 vjeçe, po bëj 27 vjet me azot alergjike. Po. Dhe marr ilaçet. Po ato ilaçe që ka qenë më përpara, ka qenë Paradil. Merr pompa zonjë? Po. Po? Dhe këto pompat nuk më bëjnë fare efekt, këto se është një punë e Paradilit që ishe përpara dhe e zënson. Sa kohë kanë që nuk të bëjnë efekt pompat? Nuk ka fare këtu në ato, vete i blejmë në Greqi, pëse ti majmë në Greqi ato pompat? Jo, nuk e pse i merë pompat, dëgjoj, zonjë. Po. Pompat nuk e pse i merë në Greqi, ato janë merë i mbursim, por e vetëmi gjë, ose e vetëmja gjë që do bësh ti, është që të ndiqesh her pas here me alergologun. Nëse një grup pompash nuk funksionojnë, ti ndryshon grupin, e bën alergologu këtë gjë. E ka mbajtur dhe atje, e më thot që nuk është në sistem ky ilaç që ka përdoru të para 5-6 muaj. Po jo, mos u fikso te emri ilaçit, e rëndësishme është të gjesh atë që ty të bën punë. Nuk ka lidhje... Pa i më bën punë, vetëm ai lloj ilaçi që po bëj 27 vjet, vetëm ai më bën punë. Jo, unë jam i sigurt që ka edhe pompa tjera që të bëjnë punë. I kam bërë gjitha dhe ato si mullije, ato si qibuke, nuk kam lënë gjë pa bërë. Do provosh disa lloj pompash tjera që do të bëjnë efekt edhe jam i sigurt që do ndihesh mirë. Mos u fikso vetëm në një emër ilaçi, se ndonjëherë na bëhet edhe psikologjike ky proces që ai ilaç që na ka bërë dikur mirë, ai vetëm ai është shëronjësi apo shpëtimtari. Kështu që mos u fikso te markat apo mos u fikso te emrat tregtar. Po me atë është në mjetuar trupi mua, doktor, se me atë po bëj 27 vjet në atë lloj, vetëm me atë lloj ilaçi. E po tani? Po atëherë do ta blesh nëse nuk ka në Shqipëri. Po ka në Shqipëri, ka patur dhe ka, po nuk i sjelli, nuk bën furnizimi. E po tani zonjë, kur të bëhet... bëj furnizimin e çati për nuk. Kur të bëhet doktori tani që të futet ai SKSH-ja. Duhet gjejmë këto depo. Faleminderit, gjithë mirat. Nuk e dini se kemi kohë të presim një tjetër telefonat shkurtimisht. Okej, marrim një tjetër telefonat. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Zotëri ose zonjë, jeni drejt për drejt, kemi vetëm 1 minutë kohë, duhet flisni tani ose të heshtni. You may kiss the bride. Përshëndetje.
Mirë mëgjesi, urdhro. Mi jeni. Mirë, faleminderit zotri. Një pyetje për doktorin. Po. Unë kam një djesë veçantë. Po? Unë mes i fos 2 vezë dhe pak fasole. Po. I tek i ragi buk misri. Që nga angles? Mëngjesi angles? Jo, jam pura shqiptare. Po? Tash nuk i di jam bëjnë mirë, jam bëjnë keq. Sa koke që e bën këtë gjë? Gjithmonë e bëj. Sa vjeç je? Jam ka 70. Të bëf të mirë, u bësh 100 vjeç. Faleminderit shumë. Gjithë të mirat. Rrofsh. Për sa kohë ka bërë mirë? 70 vjet. E ka bërë ai provën klinike. 5 deri 10 vjet është clinical trial në gjithë botën. Eksperimenti më i mirë ka 70 vjet, nuk ka eksperiment më të mirë se kaq. Shumë faleminderit doktor Gerald Kola, ishte shumë kënaqësi si gjithmonë komunikimi me ju dhe komunikimi me qytetarët me ju. Faleminderit shumë. Kënaqësi gjithmonë edhe për mua. Faleminderit. Ne shkëputim për një hapësirë publicitare, rikthehemi sërish pas pak. Rikthehemi në studio, jemi tani në pjesën e 4 dhe të fundit. Do të shohim shkurtimisht motin për ditën e sotme dhe trafikun deri në këtë moment në kryeqytet. E nisim fillimisht me motin. Sot temperaturat do të jenë ndjeshëm më të larta se ditët e djeshme me 3-4 gradë si në vlerat minimale ashtu edhe në vlerat maksimale. Pra kemi një përmirësim të situatës atmosferike dhe të temperaturave të cilat do të arrijnë deri në 28 gradë me temperaturat më të larta që sot pritet që të regjistrohen në pjesën veri perëndimore të vendit, siç e shihni, kjo është edhe harta e temperaturave të cilat do të jenë pothuajse konstante që prej mesditës e deri në orët e vonat pasdites deri në orët e mbrëmjes. Siç e shihni nga harta, sot nuk do të kemi vranësira, moti është i kthjellët dhe grumbullimet e vranësirave janë larguar, pavarësisht se kemi pasur një javë që lam pas të mbushur me vranësira dhe tek tuk me rreshje shiu me intensitet shumë të ulët. Sot, siç e shihni edhe nga harta e satelitit, jemi me një mot të kthjellët dhe pa vranësira, ndërkohë që siç e shihni edhe në urtësirën perëndimore në ngjyrën e verdhë tregon që temperaturat në këtë pjesë do të jenë edhe më të larta se pjesa lindore e vendit ku temperaturat do të jenë më të ulta, ndërkohë që në jug sot do të jemi në kushte më të mira atmosferike, madje edhe në veri në pjesën veri lindore në Kuks ka temperatura më të larta se pjesa lindore më të mira se Peshkopia për shembull apo Bulqiza, Librazhdi, Ederi, në Korç, Ersek, ku temperaturat do të jenë më të ulta se pjesa tjetër e vendit. Temperaturat do të jenë dhe do të vijojnë tilla edhe ditën e nesërme, me ndryshimin e vetëm se sot kemi edhe një shpejtësi ere shumë të ulët, pra do të kemi shumë pak erë me shpejtësi e cila do të shkojë deri në 3.7 km në orë me drejtim nga veriu në jug. Ndërkohë që ditën e nesërme do të jemi në kushtet njëjtë atmosferike, por me ndryshimin e vetëm që do të kemi më shumë erë me shpejtësi e cila pritet dhe parashikohet që të shkojë deri në 11 km në orë, ndërkohë që drejtimi nuk ndryshon. Kështu që sot dhe nesër do të jemi në kushtet mirë atmosferike dhe me temperatura deri në 30 gradë Celsius. Ndërkohë që vlerat minimale janë regjistruar ditën e sotme kanë qenë 10-11 gradë Celsius, ndjeshëm më mirë se dita e djeshme. Sërish nuk kemi hyrë në valën e të nxehtit, që zakonisht jemi mësuar me fundin e majit dhe fillimin e qershorit, me sa duket këtë vit do të vonoj disi dhe kjo është periudha më e mirë në fakt me temperaturën më stabil. Kështu që deri në mes qershorit, pas javës parë qershorit, do të jemi në kushtet mirë atmosferike dhe me temperaturat cilat nuk do t'i kalojnë 30 gradë Celsius, kështu që nuk do të ketë nevojë as ndizën, as kondicionerët edhe as të freskoheni, sepse temperaturat janë të mira konstante në mënyrë natyrale. Ky ishte parashikimi i motit për ditën e sotme, do të shohim shkurtimisht tani edhe trafikun në kryeqytet deri në këtë moment. Situata paraqitet pothuajse e njëjtë edhe ditën e sotme si ditët e kaluara, kemi pothuajse një situatë identike prej ditësh me trafikun në kryeqytet. Trafik ka si zakonisht pasi kalon mbi kalimin e Kamzës deri në kilometrin e 2 të autostradës Tiranë-Durrës. Trafik gjithashtu ka edhe në rrugën paralele që të sjell nga zona e Kamzës në drejtim kryeqytetit, nga treshi që nga rreth rrotullimi i treshit që njihet deri në mbi kalimin e Kamzës për hyrje në kryeqytet, si zakonisht edhe sot e njëjti fluks mjetesh është. Ndërkohë sot ka më pak trafik nga Ysberishti në drejtim fabrikës mjellit. Këtu jemi në Laprak dhe trafiku edhe këtu nuk është se ka ndonjë situatë të rënduar, fatmirësisht.
as nga Astiri në drejtim të fabrikës miellit. Këtu jemi të rrethi Astirit që si zakonisht ka pak trafik këtu, ka pak fluks mjetesh, dhe bulevardi me sa duket pas ka pak trafik në drejtim të rrethotullimit, ndërkohë Unaza e madhe është në rregull, nuk ka trafik. Këtu jemi me daljen te fabrika e mjellit që është pak e ngarkuar, siç e shihni edhe nga harta e Google Maps. Por jo ndonjë trafik i jashtëzakonshëm, dalja pastaj gjitha daljet për tek rrethrotullimi i fabrikës të miellit pas kanë pak trafik, dalja e Selitës me pak trafik. Kjo është Unaza e vogël, nuk ka trafik, shumë mirë, kalohet lehtësisht. Sot situata që nga më mirë se dje, në fakt, duhet thënë, që ngemi në kushte më të mira, e paragjykuam. Ndërkohë, pjesë problematike që kemi është hyrja juglindore e Tiranës, edhe sot hyrja juglindore e kryeqytetit që ka shumë në rregull. Këtu jemi tek kryqëzimi i komunës. Jo, këtu jemi te Vasil Shanto. Vasil Shanto pas ka pak trafik në drejtim të 21-shit, në drejtim të Unazës. Kryqëzimi i komunës pak trafik gjithashtu. Jo ndonjë gjë e jashtëzakonshme. Pra deri tani me të gjitha akset që kemi parë, duket situata shumë në rregull. Për të mos u marrë mësysh edhe rrethi ekonomiku, hyrja juglindore e Tiranës, nuk ka trafik nga Sauku në drejtim të rrethit ekonomikut, fillon pasi kalon kthesën e vilave gjermane. Siç e shihni, pak trafik, duke marrë parasysh që ky aks për ditë është i ngarkuar dhe mbi ngarkuar, sot kemi trafik vetëm pak pranë rrethit. Okej, trafiku vijon pas deri te kthesa e stadiumit. Kjo është situata deri në këtë momente. Këtu jemi në Kjo është rruga Elbasanit, por në Sauk, okej. Këtu jemi Sauk. Sauku që nga pak i ngarkuar, e pas ka marrë Tirana Sauku për trafik. Këtu jemi tek në qendër Saukut, pak trafik, jo ndonjë gjë e jashtëzakonshme. Mirë, me trafikun e mbyllim këtu koha për të zgjuar për ditën e sotme, situata paraqitet shumë e mirë, pak trafik pas kemi se na pas ka shpëtuar pak nga rrethrotullimi i Shkozës në drejtimin për poshtë. Jo ndonjë gjë e jashtëzakonshme as këtu. Jo. Mirë që nga dhe këtu. Te materniteti ishte pak problem. Situata duket shumë e mirë e trafikut sot, mund të lëvizni, besoj, lirisht me makinë në pothuajse gjithë territorin e kryeqytetit, me pak vështirësi në për semafor, ku mund të ketë një shtim të fluksit automjeteve, por pjesa tjetër duket shumë në rregull. Me trafikun e mbyllim këtu kohë për të zgjuar për ditën e sotme, do të rikthehemi sërish nesër në orën 7:00. Ndërkohë që bashkë ne do të qemi sërish vetëm pas pak me edicionin e shkurtër informativ.